mbledhjes dhe marrjen e vendimeve. Gjatë ditës së premte në mungesë të kuorumit ka dështuar të mbahet mbledhja e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Në këtë mbledhje në rand të ditës ishte paraparashërtimi i kërkesës së ushtruesës së detyrës së presidentes së Republikës së Kosovës, Albulena Agjiut, si dhe njoftimeve të gjyqtarëve dhe stafit administrativ nga komuniteti serb për tërheqjen e dorëheqjeve. Megjithatë, mbledhja nuk u mbajt për arsye të mungesës së numrit të nevojshëm të anëtarëve për vendimmarrje. Kryesuesi i KGK-s Rustem tha që ka theksuar se disa nga anëtarët kanë njoftuar për arsye të mungesës së tyre, disa jo. Asnjë nga anëtarët të cilët mungojnë nuk ka paraqitur kërkesë për pushim të kryesuesit. Nuk mund të lejohet sjellja e tillë si pasojë e mungesës së quorumit. Ky takim nuk mund të mbahet. Gjatë lajmërimit të mungesave tha që ka pasur kritika ndaj anëtarëve që munguan. Si pasojë e kësaj situate, Këshilli ndodhet nevojnesa në përmbushjen e përgjegjësive të tij, përfshirë përfundimin e procedurave disiplinore, themelimin e paneleve hetimore sipas kërkesave disiplinore. Sidoqoftë, kjo pikë ishte shkaktuar përplasja dhe në mbledhjen e fundit të KGK-s, e cila ishte ndërprerë pas debatit mes anëtarëve lidhur me shqyrtimin e kërkesës për tërheqjen e dorëheqjeve të gjyqtarëve dhe stafit nga komuniteti serb në veri të vendit. Për t'u kundërvënë vendimeve të qeverisë në vitin 2022, në Këshillin Gjyqësor të Kosovës ishin dorëzuar 144 dorëheqje, prej të cilave 25 nga gjyqtarët, ndërsa në Këshillin Prokurorial të Kosovës 33 dorëheqje, përfshirë dhe të prokurorëve. Ministria e Punëve të Brendshme e